time, kom mendu, kam thënë, qëka kom ba keq po m'dolin këto gjana. A ke pas edhe mendime negative, ndoshta edhe besytni, sepse sidomos tek vendi jonë, kanë edhe besime të tjera, qoftë, nuk po du me i hi tash asaj teme, po gjithsesi ka edhe besime që nuk ka të bëja as pak me mjekësina, me trupin e njeriut. Nuk ka pse, është kështu, dhe gjam. Unë kur kam hup yllken vajzën, ka qenë ajo një humbje madhe për mua. Edhe momenti që unë kur krya procedurja, se unë e vajzën tam nuk kam lejue me kall, se është gjuj në zjarë, edhe marrin vetëm ato që ka jetë, edhe kam thonë, na jena musliman, edhe na nuk e lejojna këta, dhe shteti Gjerman automatikisht e kuptan atë pjesë edhe akceptan të ato kesë si që thute. Edhe unë atëre kam qenë një loj këta që pëthujnë loj depresione. Ave kuptan? Mase normale. Unë kam nejtë një javë, unë kam nejtë në spital, në basi kom hup yllken, kam nejtë një javë në spital, pëse kam qenë me antibiotika, pëse antibiotikun ma dhanë për shkat infekcionit ma, se kam pas infekcion të madhë, edhe një javë kam qenë në spital, e vetëmja nuk më lejojshin kokosh më vizitua. Për pos burit edhe djemve. Vizita tjera nuk kanë lejue. Atere, unë e kujtaj një diçka, merë një murgesh edhe ma dha një melaqe ndorë. Edhe atë melaqe e mora, edhe pe atërshit unë e kam vendos gjithmonë në makinën tem që e vozite, se unë e vozite shumë, se jam non-stop me televizje, në termina. Edhe kështu që për ati momenti atëre, unë e me një herë mora vetën, edhe jo me thonë unë du me najtë këtu ku jam. Unë kom vazhdu. Unë s'kom provu me gjithë diqka për me qëtësu trunin me ilaqa. Unë kom provu se qysh me gjithë një rrugë të bukur, me gjithë këtë problem. E jo me njëherë me marë ilaqa edhe me flajtë. Edhe nga dal, unë e gjitha zgjidhjen vetëm kur e kuptova që unë kam baktere, edhe unë e bakterit e mira duhet mi shëndru unë bakterit mira. Atër fillova më ushqy shëndat shumë, edhe në gjdo herë pa isha vetën që unë po ndryshaj. Edhe normal që edhe kur shkojsh në shkollë, ki shumë njerë që të regojnë për vetë vetën, se ti kur nuk mundesh me studiu mjekësin alternative pa qenë të vetë. Edhe se cili që të regoj ke për vetën se qysh ka qenë edhe qysh ka arrit rezultat me shëndet, atër gjithu që gja më kujtajke. Jo vetëm për vetën, mos e me ndani komendua dhe për juve. Për krejt Kosove, ku ka shqiptar unë komendua, kam thënë, njëtin probleme kanë edhe njerëzit tirë si që kam une. Por atër këmë fillu, këmë thënë jo, unë du mas pari vetë, me regullu shëndetin tani, kaloj të familja jam, tani këmë vazhdu. Ndimuar edhe të tjere, po. Po, unë këmë vazhdu tani në basmije, kër e këmë pa që unë jam shumë a mirë, atër këmë fillu me familjen tam, tash profesioni jam është analiza kuantike për largimin e toksina, për regullimin e ushqyret. Kështë profesioni jam. Tash punoj me shumë njerës, ju thash, 70% punës e bëjnë Gjermani, punoj edhe në Zvicër, punoj edhe vendit tjera në Kosovë, vetëm 4 ditë punoj, për shka kohës, nuk kam kohë atë shumë. Edhe unë mendoj gjithmonë edhe ma shumë këtu me punu, po kam familjen atje. Kushtet janë ndryshe, po është edhe familja atje, kam burin, kam djemt, kam nuse, kam besa, jom gjyshe, edhe kështu që unë kështu arrita për mi largu toksinat edhe me regullu një shëndet tem, si që jam sot. E përmende pjesën ku nuk e pranu që trupi vajzës të bëhet me një procedur tjetër, por keni vendosur që ta shkoni me të